Jam krejtësisht afër stadiumit, por isha pak më tek lumi Lana për ta parë sfilatën edhe defilimin e gjithë shqiptarëve që kishin ardhur nga gjitha trojat. Nëpërmjet makinave, format të ndryshme për ta bërë atë paralojën ose spektaklin fillestar para kësaj ndeshje shumë të rëndësishme ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë. Tirana sot është pa asnjë diskutim në kryeqendra e gjithë shqiptarëve dhe të them drejtën, ndoshta pjesa më e madhe të asaj çfarë pash dhe e regjistrova deri në këto momente ka pash aq shumë shqiptarë të Kosovës edhe të Maqedonisë edhe të Preshevës edhe të Malit Zi edhe të diasporës, saqë isha duke menduar që dominimi është i shqiptarëve që janë jashtë territorit të Shqipërisë dhe kjo është lehtësisht e numërueshme. Gjithmonë ka qenë kështu Bishtrem? Po nuk ka qenë gjithmonë bashkë kështu, por duke patur parasysh që është ndeshje ndaj Serbisë, është një emocion i veçantë sepse krahas sportit, krahas futbollit, mendohet shumë për histori, mendohet shumë për të kaluarën, mendohet shumë për atë çfarë ka ndodhur në luftën e Kosovës, sakrificën e madhe që ka ardhur në emër dhe në emblemën në flamurin kuqezi, pas një diskutim. Edhe stemat që po i shohun këtu janë përposa e saj natyrisht legjendare të autoktonës, janë edhe vjeshtrimtare e Kosovës, janë edhe figurat të njohura të rilindjes kombëtare, figurat të njohura të sakrificës së luftës në Kosovë, si Ademi Ashari, edhe deri duke shkuar natyrisht tek flamujt e Kosovës, të cilët i pash në momente të ndryshme duke u valvitur, ndonse ishin në një numër shumë më të vogël, por pa asnjë diskutim që kjo është një ndeshje që ka përcen nivelet e sportit, ka përcen nivelet e futbollit, edhe është një ndeshje që me një farë forme shqiptarët e kërkojnë dinjitetin, e kërkojnë atë çfarë u takon dhe çfarë e meritojnë. Dhe natyrisht që Tirana sot është kryeqendra shqiptare pa asnjë pikë diskutimi. Po, Kushtrim, atmosfera ka qenë një